Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Na kanë mbytur shqiponjat këtë javë që nga burgu po fluturojnë. Nesër do flasim për këtë, por para kësaj dua të prezantoj atë që do jetë shpatulla ime për sot, do jetë Megli im për sot. Ai është një komedian, kolegu im i Comedy Thursday, një përmetar par excellence, qytetar nderjesh atje, Panajot Vasili. Mirë se u gjeta të nisë. Mirë se më erdhe. Ta nisim kështu siç na ka hije, me që e bëre ti. A pëlqeu që po më shkojnë në buzë ndërkohë që po flisim. Po gjithmonë aty shikoj. Gojën e shikoj. Me gojë. E ke gojë të ëmbël. Mirë se të gjeta. Faleminderit. Herën e shkuar kisha Daline, po nuk e marr më. Mos e merr më. Nuk e marr më se e bëri emisionin për vete. Ma mori penk. Zërmon se. Më shumë folja ajo apo? E mirë, është e mirë. Po mirë se të duhet ndonjëherë ty të ndihmojnë në burse. Përgjithsisht të ftuarit s'para të ndihmojnë. Kur heroi ka më shumë nevojë për ndihmë, atëherë i vjen ndihma, thotë lashtësia greke. Kur të marr Leon do flas për këtë, sa ai ka qef grekët shumë. Do të filloj të bëj bite gati Leo. Leo është i budalla për ata që nuk e din. Tani kthehemi temës ditës. Kush pa kalon aty? Se ka lëvizje të madhe tek Andale. Po shumë. Po Lirmetën e be? Aty gjithmonë. Dalina aty rri gatuar. Thot për views ata e. Do një kek? Ja, fakt. Dalina na i vi kek. Ja këto do kështu stil Amsterdami. Ore, i Lirmetën e pashu, ua, si ishte shiko, lajmi që më kënaqi mua ishte ajo që Monika Kryemadhi nuk i kthen kokën. I kthen shpinën. Ndërkohë unë po prisja që Monika Kryemadhi e vendos në një sport edhe pedalon me bicikletë derisa fillon ngrihet. Se ishte bërë si ai ti. E ke parë mbamë atë film? Ja, ai vendos këtu me disa ta bën paralelizme. Ore, po ishte bërë shumë keq, o bërë mua mu dhimbs kur e pash të besoj Do byth burgu para. Do byth vërtet. Thonë që është për burrat, po ja që si nga për burrat. Në fakt. Ishte kështu, jemi mësuar ta shikojmë Flori, pa ishte bërë kështu serm fare tani ishte. Si dhe kaj me Florin? Pa ka djalë Flori. Djalë Flori është vërtet. Ore, unë po prisa ti ishte kështu, mo të kishte dalë, kishte bërë ndonjë çik palestër. Të kishte mësuar si bëj këto thika në kusht të shtëpie. Mua më erdhi kështu lajmi dhe tha shikojnë transformimin dhe po prisja kështu 3 këngë, domethënë me ndonjë kanatiere të hollë. Erioni është bërë. Ka bërë një lot. Dhe kur po dhe atë tatuazhin La Familia këtu. Goditi veshat duket. Ja. Apo vetëm ata i duam, i kemi xhan. Edhe ishte kështu burda situata që ishte me Monikën aty duke domethënë fiksi që përjetojnë ndarjen çunat dhe gocat, domethënë. Ai pimo ajo po ndriçonte. Ai ishte këtu. Ajo ishte në prime-in e saj, kurse Liga e shkret ishte... Liga tipik si çunat, kur kështu që u bën me sy aty që si njohin, bën gjëra me duar. Mos e kalova, ndërkohë ishte rrudhosur keq. Po u vdes me këta politikanët që janë në burg që bëjnë kështu. Un jam i njëjti i Lirmeta, prandaj yrën burger se. Duhet mos ish më i njëjti. Aty është e gjithë. Po që më la një ndjesi kështu kur e pash, por mu dhimbs, nuk e di pse. Me vërtet u dhimbse? Mu dhimbs. Edhe mua shumë. Të besojmë Denis, të besojmë. Unë as e di për çka ka hyrë ai brenda plak. Po shiko, unë kam dëgjuar që ka hyrë për një gjë që s'ka lidhje me ato që ai ka bërë në të vërtetë. Si të gjithë, po të gjithë kështu janë. Po të gjithë po. Prandaj nuk e, me vërtet prandaj nuk e di se ku ti plasi byth apo. Po. Se e sigurt nuk është asnjë nga ato gjërat që ka bërë. Po, nëse do harohet do thonë se ishte bërë meta tani do flitet për gjëra të tjera, ti do flasësh pundatën tjetër për metën, s'do flasësh. Jo, unë shpresoj që mos i ndodhi ajo që i ndodhi Trumpit në fakt. Ajo ishte çudi e madhe domethënë, jemi mësuar tani, ore po zgjojmë çdo javë me atentate në Amerikë. Çudi tani, 3 herë, sa herë kanë dashur ta vrasin? Po 3 herë, po mirë ka vini, 3 herë brenda 2 vite, plak as Hitlerit. Nuk e kanë bërë aq shumë atentate. Po si s'po tregohet njëri saktë, bërë janë shumë të Se more, edhe ti e urren kaq shumë. Jo, po them. Nuk është presidenti më keq ka patur Amerika. Mua më bezdisin tentativat e her pashershme të dështuara. Nuk e kam me Trumpin. Panajoti është kundër aborteve, ta dini. Ore, po thoshin që ishte e inskenuar ajo. Po edhe për të parën edhe për të dytën atë kanë. Po kështu kanë thënë po. Në fakt mua e di çam më pëlqeu shumë. I inskenuar po derisa të vrasin si atë Charlie Kirk, ç'a ishte? E pegruan atë ishte Tromax për shkak. Dua t'i në shtëpi tha. Dua t'i po normal. Jo, se kishte edhe nga ata që donin të rinin më burr. E bukur ishte. Me Lizën anësh në një foto aty gjyshi. Është shumë e bukur. Ajo, mori shampanjë, mori verë. Po, njëra mori 2 shishe verë. Ai që bande më shijoi keq. Ai jam unë, sa herë që kanë ai. Ai do ketë pasur kështu sallamet tona atje që po linte po janë. Shikoj sa. Sa i mirë është ky. Shikoj, male porosi. Provoj. Ta provoj, po. Ja shumë mirë me vërtet. Kjo madje kapokolo është. Shumë mirë që. Avash që ta kesh gjithë emisionin. Po, fiks. Futi i got ven. Kjo vera nuk mund të themi fjalë më të mira, po pijet. Kjo është verë Dalinës, më nxjerr vetë, është. E ndjen erën e këmbëve Dalinës. Prandaj që nga kaq e keq, si çdo produkti Dalinës, po nëse. Ja prandaj s'duhen marka Dalina, po ç'tu bëj tani? Ti vetë më the. Se e dim që Dalina na i fal këto po.
Tani, me që ishim të këto Sulmet. U lajmërua dhe këtu në Tiranë ja 2 herë për kështu për bomba. Po, isha thea qendra tregtare që u paralajmërua. Më vërtet, ndodhi në 2 qendra tregtare, edhe te ajo në qendrën e qytetit. Unë ndodha tek e para fare. Se ndodhen shpesh aty. A u panikose? Jo, unë shkoj gjithmonë. Ndodhe shpesh aty, më tregon më shumë për veten, po ja se ikam panajotin. Është një qendër tregtare që është në një pozicion shumë të mirë që unë vizitoj shpesh për të bërë shurën, edhe për të freskuar në verë ose për të ngrohur në dimër. Për këtë gjë admiroj edhe shkoj shpesh aty edhe. Po mos e ta ajo Zamirit ku shkon për të bërë shurën deri atje. Jo, s'jam ban njëri, shumë larg por. Shumë larg, po, nuk e mban dot njëri deri atje. Edhe shkova dhe unë dëgjova që unë thash madje atë ditë ishte kjo ndeshja Tirana Partizani edhe dola thash jam për ndeshje, vetëm kur ula në kafe. Se dia që kisha rrezikuar jetën kot. E le shurën mes. Për një pikë shurë, po jo e bëra me gjithë qejf. Po. Ti madje po aty duke bërë peizazhe në mure. Po e çuditshme, ka ndodhur edhe një herë përpara kjo, e mban mend, nuk e di, mos. Jo, nuk e di. Mos po e bëjnë kështu që jam i ri me këto telefonatat e bombave. Ore, mos po e bëjnë kështu që ta bëjmë shaka 2-3 herë dhe sa t'ja bëj bum vërtet. E vërtetë? Po ja pra si me Trumpin. Po, ka mundsi. Po dhe Trumpin le talent vdesi, jo, ai do vdesi vetë nga smundje seksuale nga ajo gjë. Sigurt. Ai ka qeftë. Ose do bëj nga kështu do mbytet. I ke parasysh këta ai di çfarë është autoerotic asphyxiation? Ata që masturbohen, po që duan që të mbyten me diçka ndërkohë. Nëpërmjet është shpiku. Tamam nëpërmjet. La verbariu ka thënë. Nëse do ishte një njerëz që nuk i do shumë përmetar, do besa. Dua. Edhe mund ta presim këtë se nuk e di. Nuk e presim. Vaskëcurin e duam është. Po tani përveç shkabave atë në palestër kur shkojmë vaskësurin dëgjojmë në kufje. Le çfarë bëjmë ti egër kështu kot aty. Aman minullah. Derman mi. Kjo ka nga po luajmë këtë ditë ajo që nda tregtare. Po, isha prezant. Po s'patë panik me vërtet më? Po jo mos se nuk e dija që po ndodhte si gjë. E pash njerëzit po iknin po dilnin kështu e pash policin, po thash kush e di, po nga kjo muhabeti ndeshje. Kush e di në një bombë. Në një bombë sigurisht jemi mësuar ne. Bore mos ishte ai Rogerti, ai di grava. Sa i del kështu bomba. Bomba është novka aty bomba. Ne po shfrytzon ai po bën ca këngë, po bën ca gjëra. Bën një këngë të keqe fare burrë. Do ta merra atë fliste për atë se unë kam qefta që bëjnë kështu po s'na i le top channel-in. Po mirë kanë kontratë. Ska nga sezoni i ri besoj do e marrësh. Atëherë kur jesh super konsumuar si në punaçeri. Denizi kam i të ftuar special. Kam i të ftuar edhe kush e mban atë këngë, do doja të kishim patur Rogertin. Po do ishte shumë mirë. Po pak do flisni gjithkohës për Selinën edhe do e shante. E pe atë me që dridhe e fansja? O, sa video e keqe ishte ajo. Po dridhe. Shumë e keqe. Ashtu po dridhesh atë kur era këtu ta ndalesh parë. Kur takove mua, këta që shikoj këtu në Rio. Kur takove këta? Kur takove. Këta takove më qafsh. Po ku diun si një. Është pastrusja ajo. Pastrusja ishte. Jo, më asaj. Pastrusja më re. Të kam dikur. Kam dikur i thash. Është përmetar më tipik, po bënte qoka kështu, dua shumë. I kisha thënë ta glikome vetë, ajo po rrofsh. Ajo ishte mësuar me këto. Ose sa do i glikome vërtet. Po na doli pa plan, më thënë në moment të fundit. E drejtë. Po të më kisha thënë para vitit të ri që isha përmet, do ta kisha sjell. Është faj. Po ja un pasha të Ilir Metës edhe thashaj po marr panajotin. Është shumë mirë, gjetë persone duhet për politikën. Ne do të komentojmë sa lajme me mua. Mezi po i pres. Të bëjmë një friendly fire pak më ndryshe sot. Mezi po i pres. Kaloj me friendly fire. Edi Rama paralajmëron Spiropalin. Nuk dua më drama në parti. Skënderbeu ditë për këdhel. Por edhe ti jap shu plaka. Nxorri shpatën Skënderbeu. Po ja vuri rreth qafës Spiropalit. Po si ka mundësi për këtë se kur kishin kështu raport Skënderbe Donik. Tani u bë Skënderbe dhe Hamza Spiropali. Mos e degdisi si Hamza në rrugëve të Stambollit. Pastaj edhe kjo nuk përjashtohet se ai po të paqi dole kundër. Kështu që edhe ne bëjmë mirë të mos ta komentojmë shumë të lajm. Do ta bëjmë kat të gjithën. Kalojmë te lajmi tjetër. Trefishohen shitja e naftës në Maqedoni si pasojë shqiptarëve që blejnë naftën atje, edhe unë e di pasi të gjithë kushurinë e mi në Pogradec, shumicën e kohës pi naftë. Nga që blejnë naftë në Maqedoni, edhe vinë e shesin këte dhe e thithin me ato markuqet, siç e thonë në Pogradec. Markuqet sa kisha pa ja, prandaj më pëlqen që jemi dy. Edhe unë gjithmonë kur takoj kushurinë e mi në Pogradec, domethënë sa më thon si je, kështu gromsi naftë. Ore po. E di pse nga që nafta me digjinin normale, po ne. Po ore si su lodhën këta të borxhit do bëjnë ndryshojnë për ditë. E i rritën prapë për ditë. Ja, do shkreti që
është bërë ajo nafta tash ka shumë flash score, bërë updated live direkt. Në fakt palesa mund të jetë vajtur tani. 206 ishte çfarë? Ç'se mendon këtë Denisi ta hapësh në kështu andej naftë Maqedonien po Gradec? E kanë hapur të gjithë, mo ditë çuna që janë pa punë po Gradec këtë bëjnë. Po. Shesin naftë. Kjo periudhë po s'ka qenë për po Gradec, o ç'bën këtu ti merresh me emisionet e ëndra. Po pra, po. Do kishe bërë lek ose. Ne po lulëzojmë si shtet. Një tjetër lajm që ty do të pëlqejë shumë se ti vdes. Në Astir plasa Hengu dhe mishi i hellit në mes të rrugës. Astirianët janë popull. Astiri është vendi im i preferuar, Denis. E di pra. Kur e krahasova me Ferin, më thoshin njerëz, "Çka ke me Astirin, po unë jetoj aty, bre." Po ti ke një shaka që ke krahasuar me Ferin. Po, e krahasova me Ferin e thosha, Feri ishte i organizuar se ka ato rafët aty, kurse në Astir është kaos total, por është një rreth ka aty që bën gjithë lëmshin edhe ka trafik pa parë. Edhe plus kisha edhe këtë që thoya që në Fer të paktën nuk e merr Tiranën e re, kurse në Astir do të marrësh Tiranën e re. Po këtë herë mund ta marrësh me kec në krah. Me kec. Vet nga Tirana e re, ai me kecin atje. Po, edhe direkt. Ndërkohë mund të shkoj në shtëpi. Po. Edhe ta piki me një elektroshpjake Hagen, ti marrë te Electromagic si njeri, me qetësi, edhe pastaj pi godë rakim balkona, por pse duhet mbledhesh me çunat aty në rrugë? E po s'të shikon njeri në shtëpi, po nuk e si ekspozohesh. Pastaj po si raj çik plur aty mishit. Po, ai aty. Ore ti di që në Astir janë shoferët më të aftë ndonjëherë. Pse? Futen kështu pa hapur sinjalin, po e hape sinjalin në Astir, që është kështu pederast. Po, kur fesh. Astiri është 2 orë para, ore, tani sa jemi këtu ora 8, sa është aty është 10. Kur të fundose do të si Atlantisi. Po. Do flitet, do kështu qytetërim që do kërkohet. Po që ka marrë dhe këtë pamje tani një vendi mistike, një zonë mistike në Tiranë dhe shikojnë edhe njerëz me një sy. Kur punonin në Astir ne kishim po flisim me nga këto influencerët edhe i thamë që të presin tek zyra jon në Astir. E tha, unë thashë ju ishin në Tiranë. Imagjinore sa na dogji. Ndërkohë këto veti jetojnë në Mzez. Në Mzez, po, në Kashar. Jo se ka gjë Mzezi, e? Ose jetojnë më keq, jetojnë në kombinat. Po në kombinat është kështu, po unë s'e kam me kombinat, unë kam me kombinatin. Kombinat sa hyn e ndi që kalon në kohë tjetër. Duke qenë sikur kthesh në të shkuar. Po janë me kanatier me 45. Mund të shkëmbesh me Nexhmi Hoxhën aty pa e kuptuar edhe. Janë kështu, janë shumë të vjetra, e mbyllëm. Mirë. Iko se më pëlqeu të dalë me Nexhmi Hoxhën. Po, shumë mirë.